Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Numri 2 qeverisë shqiptare Belinda Balloku nuk mund të ushtrojë më kompetencat e saj si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë. Ajo është marrë zyrtarisht e pandehur për tenderin e tunelit të Llogaras me vlerë 190 milion euro. Belinda Balloku akuzohet edhe për shkeljen e tenderin për lotin e 4 të Unazës së Madhe me një vlerë 20 milion euro. Mbi zëvendës kryeministren janë caktuar 2 masa sigurie, ajo pezullimit nga detyra dhe ndalimi daljes jashtë shtetit. SPAK ekzekuton masat arrestit dhe për kreun e autoritetit rrugor shqiptar, Gentian Gjyli dhe drejtori në kesh Eralde Lezi. Vendimi i gjykatës u mor me kërkesë të prokurorit të çështjes Dritan Prençi. Për të dy tenderet me vlerë 210 milion euro, SPAK thotë se Balloku ka paracaktuar fituesin përmes mbikëqyrjes dhe ndërhyrjes në vazhdimsi gjatë gjithë procesit të zhvillimit të garës. Brenda 72 orëve, Balloku dhe zyrtarët e tjerë duhet të paraqiten në gjykatë për verifikimin e kushteve të masës së sigurisë dhe më pas kanë të drejtë të ankimojnë. Sipas vendimit të zbardhur të gjykatës, Belinda Balloku rrezikon deri në 5 vite burg. Kosova fillon sërish përgatitjet për zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve filloi përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahen më 18 dhjetor. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, pranoi se ka në dispozicion 37 ditë për të organizuar këto zgjedhje. Ndryshe nga proceset e rregullta parlamentare, afati i subjekteve politike për të dorëzuar listën e kandidatëve për deputet, kozgjatjen e fushatës zgjedhore, regjistrimi dhe votimi jashtë Kosovës, koha për deklarime koalicioneve dhe të gjitha aktiviteteve të tjera zgjedhore do të organizohen në afate tepër të shkurtra kohore. Pjesë e ndryshimeve pritet të jenë dhe afatet kohore të gjitha aktiviteteve zgjedhore përfshirë kozgjatjen e fushatës zgjedhore për subjektet politike. Zgjedhjet parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit janë procesi 4 zgjedhor brenda vitit pas zgjedhjeve të rregullta parlamentare të 9 shkurtit dhe atyre lokale më 12 tetor dhe raundit të dytë më 9 nëntor. Gjykata Supreme në Kosovë kërkon numërim të votave në disa vendvotime në komunën e Istogut, kjo pasi ka shqyrtuar ankesën e asemblistit në këtë komunë nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Avni Gashi. Supremja udhëzoi panelin zgjedhor të ankesave dhe parashtresave që të urdhërojë rinumërim në vendvotimet për të cilat ka pasur vërejtje nga ankuesi. Pasi paneli kishte refuzuar si të pabazuar ankesën e parashtruar nga Avni Gashi, ky i fundit ka paraqitur ankesën në Gjykatën Supreme duke kërkuar që të lejojë rinumërimin e votave dhe KQZ-ja të bëjë verifikimin e materialit zgjedhor. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut garanton se ndryshimet dhe plotësimet e miratuara në ligjin e TVSH-s nuk do të ndikojnë në mënyrë se si qytetarët marrin dërgesat e tyre nga jashtëvendit përfshirë ato të porositura përmes platformës Temu. Sipas njoftimit të ministrisë, dërgesat që qytetarët porosisin nga Temu deri më tani kanë pasur tatimin mbi vlerën e shtuar të përllogaritur në çmimin e produktit. Kjo praktik, sipas ministrisë, vazhdon edhe pas ndryshimeve të ligjit ku TVSH-ja do të mbetet e përllogaritur në çmimin e produktit. Kjo do të thotë që qytetarët nuk do të paguajnë asnjë shtesë kur marrin dërgesën dhe as nuk do të kenë detyrim të ri pagese. Ministria e Financave thekson edhe një herë se ndryshimet ligjore nuk ndryshojnë as metodën e pranimit dhe as zhdoganimit të dërgesave. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.